Ramen Morina tha, këta tha Rune se është armik i rrezikshëm, 20 vjeç. Para armiku, 20 vjeç, asë nuk I kisha bë akoma 20 vjet. Pastaj kur erdhën gardianët, I ftoi edhe 2 policë që më sollën se u tha pritni të dera, edhe ata u bën 5 unë 1, edhe pastaj më goditi Faiku. Realisht nga Faiknura, po jo shumë, më shumë pastaj më kanë trajtuar Lutfi Ajazi, Astrid Koshi, Rifat Berisha, Bashkim Kursani, ka qenë dhe një Sërb, nëse Zorane, ka pas emrin Petrović ose Petković. Kryesisht ata, domethënë që kanë qenë shumë të vrasht, kanë qenë shumë të paskrupullt, kanë përdorur domethënë vetëm mjet për të nxjerrë informata kanë pas dhunën. Isha I lidhur unë, mi vunë edhe 2 çanta ushtarake që të mos mi pengojnë lëvizjet. Ka pas shumë mas në stacion tremit atëherë, dhe unë I nxjerrja dorë për t'i parë që jam I frangosur. E këtu më priste policia ushtarake, pastaj më ndërku në burgun e Prishtinë. Fillimisht në komandën tashku është Ministria Punëve të Jashtme, thënë ka qenë komanda e Korpusit e Armatës Prishtinës, ata thënë ne s'kemi të bëjmë gjë, kanë kërkuar domethënë shërbimi e sigurimit shtetëror dërgon në burg të Prishtinës. Dhe ata nuk dinin, sepse ushtar nuk dinin, policia ka qenë Simon Gafshi, di shefi ndërrimit, tha na s'kem kur parë informacione pse ta mbajmë këtu. Pastaj I ka ardhur Ramen Morina, e therrën, erdhi dikun rreth mesnatës. Ramen Morina tha, këta tha Rune se është armik I rrezikshëm, 20 vjeç. Para armiku, 20 vjeç, asë nuk I kisha bë akoma 20 vjet. Të nesërmen më ndërku në zyrat e sigurimit shtetëror, aty më priste një inspektor Faiknura, ishte vetëm ai dhe unë, dhe ai më tha, atëherë Ramadan Avdiu, thash unë jam, thash do të më tregoni pse më keni pru këtu. Thash që për të ndërprer shërbimin ushtarak, është doshta grumbullojmë një tub me letra kaq. Tha ne kemi bë, prandaj ti je I arrestuar për shkak se ke vepruar nga pozitat e nacionalizmit dhe irredentizmit shqiptar kundër rendit kushtetuese, sistemit socialist e klasës punëtore. Kështu që ti do të tregosh ta çka ke bë. Ne e dim çka ke bë krejt. S'kam çka tregoj, tash unë s'kam bë kur gjë për të qenë këtu, ju do të më ktheni në kazermë sepse do të më përfundu me vazhdu studimet. Dhe një kohë nuk tha ti më trego ku të telefonoj që të tregoj që je këtu. U thash numrin e telefonit, thirrën shpejt dhe ju tha që Ramadani është I burgosur, është në burgun e Prishtinës, duhet të sillni rroba sepse është me rroba ushtarake. Dhe pastaj mos I la telefonin, pyeti tha kush është minori. Minori ka qenë emri konspirativ që e përdorja unë gjatë. Thash nuk e di, tha ti e, thash unë jam Ramadan Avdiu. Tha do të tregosh, ta këtu kanë fol njerëz shumë më burra se ti, tha dhe ty do të bëjmë që të këndosh. Kështu që ai pastaj I thirrë gardianët, kur erdhën gardianët, unë I pas disa makina shkrimet që kishin qenë në zyrë atë, që kishin qenë të rënditura njëra mbi tjetrën, njërën e njëshë sepse kisha shtypur trakte me të, edhe njërën se kishin vënë një etiketë si di veseli, thonë, ishin disa elemente që domethënë bënin që me dije që ka edhe të tjerë të arrestuar. Pastaj kur erdhën gardianët I ftoi edhe 2 policë që më sollën se u tha pritni të dera, edhe ata u bën 5 unë 1, edhe pastaj më goditi Faiku dhe ju tha gardianëve gjinja do të esha punëtorëve dhe futeni në dhomën numër 8 se nuk e shtimu uniformën ushtarake në burg. Kështu që më dërgu në dhomën numër 8, aty kanë qenë 3 burgosur, me Uka, së dhe shtera I Kosovës, ka qenë burgosur politik, edhe 2 të tjerë, një Faik Zeka, ka qenë nga fshati Motërgoft I komunës së Podujevës dhe një nga fshati Besi Osmani, ka pas mbjeve Stadik Osmani, të 2 kanë qenë për vrasje. Aty pas të kam najtë dikon rreth 2 muaj në burgun e Prishtinës. Realisht nga Faiknura, po jo shumë, më shumë pas të më kanë trajtuar Lutfi Ajazi, Astrid Koshi, Rifat Berisha, Bashkim Kursani, ka qenë dhe një Sërb, nëse Zorane, ka pas emrin Petrović ose Petković. Kryesisht ata, domethënë që
Kanë qenë shumë të vrasht, kanë qenë shumë të paskrupullt, kanë përdorur domethënë vetëm mjet për të nxjerrë informata kanë pas dhunën. Kanë qenë tortura të vrashta, të tmerrshme, edhe dhunë psiqike, edhe dhunë fizike. Kështu që ato kanë vazhduar diku për një 3 javë. Ka pas, në që në atë kohë e gjithë burgu ka qenë përplot, sepse ka qenë fushat e madhe arrestimeve, dhe gjithmonë janë dëgjuar zëra, nga njerë dhe sot i dëgjoj zërat nga zyrat e tjera, po edhe të tjerë i kanë dëgjuar zërat e mi, sepse ka pas vërtet të dhunë të tmerrshme. Por nga njerë kur, vetëm në për filma, dhe kur u tregohet dikujt, nuk të mbushet mendja se çfarë tortura të tmerrshme kanë ushtruar. Përveç asaj edhe dhunë psiqike, sepse lunë edhe role. Në një rast ka qenë shumë i rëndë që unë u tranda, sepse edhe vllai im ka qenë organizuar, ai më i ri se unë, dhe u futën Lutfi Ajazi, ishte disa inspektorë, dhe u fut Lutfi Ajazi, dhe a foli kë, dikun javën e 2 ose të 3. Tha, s'po flete kish kokën e forta, kur gjasi shkoj shka kish vllajnë. Thonë, ai vllai ti në kryt e godita në herë, mra dhe ai pastaj i rashke që e vrava, e mbyta. Kështu që unë krijo ata pastaj me Metlumi ka qenë shef i tyre, dhe ajo sikur e lujtin i rol, tha, po u kam thënë 100 herë, mos bëni këso gabime, ky po din kush ja vrau vllaun. Tash ky 20 vjet me denu do të kërkon të hakmirët, edhe si u kriju një ambient si teatër, edhe mu më mbush mendja që vërtet ma kam vrau vllain. Kështu që kur shkollën thonë, meja ka pas një përvojë, sepse meja edhe ka qenë i ushtar, në Kumanov, po kur më tregoja kishte në vitin 80 kishte qenë i burgosur në vit e gjysmë që kishte kryer burg, kurse kjo ishte arrestimi i dytë në vitin 84. Pastaj meja kishte pak më shumë përvojë, tha janë taktikat e UDBA-s këto dhe kanë vetëm për të orientuar për shtime, fola këto, po ajo ka zgjatë dikun deri në fillim të javën e 2 të muajit mars. Pastaj më dërguan te një gjykatësuesi Staknishevci,